Bilal Kasami nga koalicioni Vlen bëri të ditur se kongresi i parë i Vlen si subjekt politik do të mbahet më 9 maj. Kasami tha se grupet e punës po koordinohen për përgatitje të kongresit dhe se në këtë fazë janë fokusuar në programin dhe platformën e përbashkët. Në Vlen, vazhdon punët grupi i punës në drejtim të koordinimit të aktiviteteve për përgatitje të kongresit të parë, i cili është dakurduar të jetë me 9 maj. Në këtë fazë grupi i punës punon në drejtim të përgatitjes së programit, platformës dhe të statutit të partisë, ku do të jenë të përcaktuara të gjitha parimet bazë të funksionimit të Vlenit. 2 bashkryetar, 2 nënkryetar dhe 1 sekretar gjeneral. Ky është formacioni që është betonuar për përfaqësim të Vlenit. Dakordimi fillestar është që Vlen të funksionojë me 2 bashkryetar, të ketë 2 nënkryetar, të ketë sekretar gjeneral dhe sigurisht pastaj edhe organe tjera siç janë sekretariatet dhe gjithë ajo që është, do kisha thënë normale për organizimin e një strukture apo një partie politike. Kujtojmë që kjo mënyrë e funksionimit nuk i përmbushi pritshmëritë e Arben Fetaut nga Alanca për Shqiptarët dhe Fatmir Limanit nga Lëvizja Besa, të cilit haptazi i shprehen edhe kritikat e tyre ndaj këtij riorganizimi. Megjithatë, emrat e përfolur deri më tani për kryetar të Vlenit janë Nizet Mexhiti dhe Bilal Kasami, si nënkryetar Bekim Sali dhe Mimoza Musa, ndërsa si sekretar gjeneral Bekim Qoku. Shndrimi i koalicionit Vlen në një subjekt të vetëm politik filloi që nga përfundimi i zgjedhjeve parlamentare të vitit 2024, ndërsa atë botë pjesë e Vlenit ishte edhe Arben Taravari.